Kapitulli, disa njerëz janë si zogjt, i ndihmon të fluturojnë dhe sapo ngrihen në ajër, të bëjnë pis. Mos u habit kur mirësia jote bëhet shënjestër e mos mirënjohjes. Ka raste në jetë kur i jep gjithçka dikujt. E mbështet, i qëndron pranë, i jep krah, e ngre lart kur është i thyer, kur nuk beson më as tek vetja. E mban mbi supet e tua, e shtyn përpara, i jep dashuri, durim dhe mbi të gjitha besim. Dhe për pak kohë, duket sikur gjithçka po merr kuptim. Duket sikur ndihma jote po jep fryt, sikur i ke bërë një njeri më të fortë, më të lirë. Por pastaj, kur ai njeri më në fund fluturon, kur arrin lartësi që si kishte ëndërruar, ndodh e papritura, të harron. Apo më keq, të fyen. Të përbuz. Të godet. Të përdor si shkallë dhe pastaj të lë pas, sikur të mos kishe ekzistuar kurrë. Dhe e bën këtë pa u menduar, pa u ndalur, pa ndjer asgjë. Sepse për disa njerëz, mirënjohja është një koncept i huaj. Ata nuk shohin kush i ndihmoi, por vetëm sa larg kanë arritur. Nuk kujtojnë kush i ngriti, por kujdesen të mos i shohësh në sy, nga frika se do t'u kujtosh sa të vegjël kanë qenë. E vërteta është kjo, nuk gabove që ndihmove. Nuk gabove që i dhe krah. Nuk gabove që besove. Gabimi është i tyre, sepse fluturimi pa dinjitet është vetëm një rënje e vonuar. Ndaj, mos u bëj hidhur. Mos ndrysho thelbin tënd për shkak të dikujt që nuk diti të çmoj. Sepse njeriu i madh nuk bëhet i vogël duke ndihmuar, bëhet edhe më i madh. Kurse ai që fluturon duke shkelur mbi të tjerët, në fund bie mbi veten e vet. Ata që harrojnë kush i ndihmoi të fluturojnë, një ditë do bien dhe s'do ket kush t'i kapë. Fundi kapitullit. Bëj të mirën dhe vazhdo përpara. Ata që din të vlerësojnë, do të mbeten. Ata që fluturojnë vetëm për të bërë pis, nuk janë zogj, janë barë që u çlirua vetë. Dhe ti nuk je për të mbajtur barë, je për të ndriçuar rrugë.